Rinumërimi I votave të të gjitha qendrave të votimit në qarkun Tiranë është futur në ditën e 5. Rezultatet e rinumërimit tregojnë se dy partitë më dha janë favorizuar nga numëruesit e tyre në procesin e numërimit fill pas mbylljes së votimeve më 11 maj, duke bërë të pavlefshme shumë vota, pasi ishin lexuar gabim, jo vetëm për partitë, por vota është lexuar në mënyrë të padrejtë edhe për kandidat për deputet në listën e hapur. Një fenomen I tillë shkaktoi përplasje verbale mes kandidatit të Partisë Demokratike Aslan Dojani dhe antarit të Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve Ilir Usmaili. Hajde shite se e qartë. Asë më ruhet për policinë parë, hajde shite, është e pa qartë vota, 10 vota tjera në tërët policinë. Po për presion me policinë. Vjedhi vota, hajtuta. Nuk është herë e parë, gjitha të vota më keni vjedh dhe tani. 4-5, 4-2, 4-5, në të gjitha kutit e votimit. Do të mos u tallni me votat e qytetarëve. Dojani pretendoi se një fletë votimi që takonte atij ishte shpallur e pavlefshme nga KAS. Bëhet fjalë për këtë votë, të cilën KAS e vlerësoi të vlefshme vetëm për subjektin politik PD-HM, por jo për kandidatin, pasi gjykoi se shenja nuk ishte vendosur brenda kutisë. Por Dojani pretendoi krejt e kundërtën dhe foli për padrejtësi. Mos luni me shpirtin e qytetarit sepse vota është shumë e rëndësishme. Vlerësojni, unë do t'i shoh gjitha pamjet dhe për çdo shkelje, po sigurisht që do të bëj kallëzim. Patjetër. Për çdo shkelje që është bërë në mënyrë qëllimshme, nuk u ndahem unë. Pas incidentit, Komisioni I Ankimimeve dhe Sanksioneve vendosi me votat e 4 antarëve të tij të ndalojë Aslan Dojanin të qëndrojë në ambientet e Pallatit të Sporteve Fari Ehoti, ku zhvillohet rinumërimi. Me këtë vendim KAS I kërkon policisë së shtetit të marrë masa për largimin e tij dhe të mos lejojë futjen e Dojanit në mjediset ku zhvillohet rinumërimi.